Një aksion i përbashkët mes policisë shqiptare dhe asaj greke ka çuar në zbulimin e një plantacioni me mbi 1600 rrynjë hashashi të mbylla në zonën kufitare mes dy vendeve, parcela me drogë u sinjalizua nga drejtoria antidrogës në policinë greke të Janinës dhe për shkak se aktiviteti i shtrihej si në territorin grek, ashtu edhe në atë shqiptar, u kërkua bashkëpunimi me policinë shqiptare. Konkretisht, bimët afërsisht 1 deri në 3 metra të lartë u gjetën, u shkullën dhe u konfiskuan si pjesë këtij operacioni policor të kryer në bashkëpunim me autoritetet shqiptare, si dhe mendimin e forcave speciale greke. Megjithatë, në lidhje me autorsinë e kultivimit të drogës, as pala greke dhe as ajo shqiptare nuk kanë mundur të identifikojnë të paktën deri më tani asnjë person. Hetimet po vijojnë në këtë drejtim dhe dyshojnë se pas këtij plantacioni qëndron një grup shqiptaro-grek i organizuar dhe mjaft aktiv në fushën e prodhimit të shitjes së lëndëve narkotike.